Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka bërë thirrje publike për mobilizimin e mbështetësve të opozitës në protestën e qytetarëve që po vijon prej më shumë se një jave në vend. Gjatë një deklarate, Berisha u kërkoi demokratëve dhe simpatizantëve që t'i bashkohen protestës, duke theksuar se pjesëmarrja duhet të jetë pas simbolet e partisë, në mënyrë që sipas tij tubimi të ruajë karakterin qytetar dhe rinor. Ndaj dhe çdo demokrat, çdo mbështetës dhe mbështetëse jon duhet të mbështes me të gjitha mënyrat atë protestë. Duhet ta mbështes kësaj here pas simbolet e partisë. Le të jenë rrëfim, sepse është protestë qytetare rinore. Ndaj dhe ftesa ime është që çdo mbështetës, çdo simpatizant, çdo antar dhe antare e Partisë Demokratike duhet të jetë në protestë. Protestën duhet ta themi më rinore, më qytetare që ka parë vendi gjerë sot. Kundërshtarin e tij në qeveri e shënjestroi edhe për ironinë e përdorur ndaj protestuesve. Ti quhesh nazist ata apo pasues të Hitlerit, si pasues të Hitlerit, sepse thonë Shqipëria rikujtoi një slogan të Mithat Frashit, Shqipëria shqiptarëve, është një armiqësi e egër, pa imagjinueshme. Mithat Frashi ishte një burr mendjendritur, një adhetar. Berisha u shpreh se forca politike që ai drejton ka kundërshtuar çdo nismë të qeverisë që kërcënonte mjedisin. Edi Rama e nisi me shkatrimin e parkut Butrintit, e vazhdoi me shkatrimin e zonës së mbrojtur të Nartës. Nuk ka krim më të shëmtuar se aeroporti. De facto, jeta e kolonive të flamingove, në qoftë se fillojnë fluturimet, bëhet e pamundur në atë lagunë. Dhe duhet ta dini këtu, ta dinë shqiptarët, se projekti direkt në anën e lagunës, toka direkt nga ana e lagunës, është blerë nga kocka mafioze më rrezikshme e Europës, Edi Rama Ergyes Agasi. 302 hektar janë këtë anën e lagunës. Duan syt ata, duan të shplodhin syt aty. Ndërkohë Berisha ka folur edhe gjatë mbledhjes së grupit parlamentar në PPE, ku ka kërkuar mbështetje ndërkombëtare për protestat që po zhvillohen në Shqipëri, duke konsideruar ato si shprehje të pakënaqësisë qytetare ndaj qeverisë. Kërkova nga drejtuesit e Partisë Popullore dhe të pranishmit të ushtrojnë të gjithë autoritetin e tyre në mënyrë që kriza e thellë që ka përpir vendin, që tashmë ndodhet në sallën e urgjencës, të zgjidhet në mënyrë paqësore, largimin e Edi Ramës, krijimin e qeverie teknike për të përgatitur zgjedhjet e reja. Berisha paralajmëron se Partia Demokratike do të depozitojë një padinë në SPAK lidhur me marrëveshjen për dhënien e parkut të Butrintit privatit, si dhe do kërkojë anulimin e ligjit për zonat e mbrojtura të miratuara nga qeveria.